Zyra e kryeministrit izraelit bëri të ditur të premten se arkivoli u dorëzua nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryshit të Kuq dhe u dërgua në qendrën kombëtare për mjektësi ligjore të Ministrisë së Shëndetësisë në Izrael. Autoritetet shtuan se familja e të ndjerit do të njoftohet pas një procesi zyrtar të identifikimit. Sipas burimeve ushtarake, eshtrat i përkasin të burgosurit pushtues, siç e cilësoi brigadat Qazam, krau ushtarak i Hamasit, duke e lënë të kuptohet se bëhet fjalë për një izraelit dhe jo një peng tjetër nga kombësi të ndryshme që janë mbajtur gjithashtu në Gaza. Dorëzimi i pengut është një nga pikat më të diskutueshme të marrëveshjes së armëpushimit së bashku me shpërndarjen e ndihmave humanitare, hapjen e kalimeve kufitare dhe planet për rindërtimin e enklavës. Së shkatruar, ky proces është mbështetur nga pjesa më e madhe e bashkësisë ndërkombëtare që synon të përfundojë konfliktin dyvjeçar dhe të lehtësojë vuajtjet e civilëve në Gaza. Ndërkohë, Hamasi vijon gërmime dhe përdorimet e buldozerëve për të kërkuar trupat e tjerë në rrënoja të ndërtesave të shkatruara nga sulmet ushtarake izraelite. Shumë familje presin lajme mbi të afërmit e tyre të zhdukur, ndërsa organizata humanitare paralajmëron për nevojën urgjente për ndihmë dhe mbështetje psikologjike për banorët e zonës. Ky aksion tregon edhe një herë ndikimin e situatës në Gaza, ku përpiqet për rindërtim dhe përfundim të konfliktit varet nga marrëveshjet e brishta midis palëve dhe mbështetja ndërkombëtare.